besimi. Agjërimi një ditë, po, e një ditë jo, është agjërimi më i vlefshëm dhe më me vlerë se sa agjërimi i tërë kohës. Fjetja gjysmën e natës, pastaj falja namaz 1/3 e natës e pastaj prap fjetja 1/6 është namazi më i vlefshëm i natës. Për arsye se trupi ka mundësi të pushojë mirë, e pastaj të zgjohet në kohë kur zbret Allahu në qiellin e dunjas. E pastaj përsëri të flejë 1/6 në mënyrë që të zgjohet më i disponuar për të falur namazin e sabah, si dhe për të bërë dhikrin pasues pas namazit. Adhurimi më i mirë është ai adhurim i vazhdueshëm, jo i tepruar dhe jo i mundimshëm, që nuk neglizhohet e nuk lihet pas dore. Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Dije se ke hak ndaj Zotit tënd, ke hak ndaj vetes tënde, ke hak ndaj familjes tënde dhe jepja secilit hakun që meriton." Dietari Ibn Taymija thotë: "Shariati është afirmues i drejtësisë në të gjitha porët e jetës. Adhurimi i tepërt është prej padrejtësisë që robi i ngarkon vetes së tij, prej së cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar. Pasi jemi të urdhëruar për ndjekjen programit mesatar në adhurimin e Allahut të lartësuar. Për këtë arsye, shariati ka rekomanduar shpejtimin e iftarit dhe vënimin e syfyrit, si dhe ka ndaluar lidhjen e agjërimit. Prandaj ndjekja e metodës mesatare në adhurim është prej qëllimeve kryesore të shariatit. Kurse tëra ajo që është legjitimuar me Kur'an e Sunet është përpiluar